për dhuntive më të mëdha, më të mira që na ka dhënë Allahu xhaleshon është mendja. Pa e përdorin shumë njerëz për mirë, tjetër është më ta dhon të mirën, e tjetër është edhe me shfrytzu për mirë. E so njëri e shfrytëzon për keqe, për krime, për vjedhje, për mashtrime, për këtyne Allah ju ka dhënë dituri, ju ka dhënë pasuri, po urtësia e mira çka është, po se Allah ju ka dhënë shumë njerëz, ama këta janë dallu pi tjerëve se kanë ditë çysh me shfrytëzu. Pse më u mor lakmi këtyne? Sepse po e dojnë dhurusin ma shumë se sa dhuratën. Shumë njerëz kur t'i japet dhurata habitet mas dhuratës. E harron dhurusin. E vojmë shpesh e përmeni ato sikur na kur kemi qenë fëmijë. Na shtaj na gëzu doja, po vjen si te ka dhon kesën me senet që i ka ble, u harru doja, kena ngo mas kesë. Se na kon fëmijë, që ato kena vlerësu mas shumë, që po na jap, jo kush po na jap. Kur të rritet njerit, do të me pos logjik tjetër, jo, ne dhuratën e du, kush do të që të mjep, po ma shumë e du dhurusin. Allah xhaleshon më dha pasuri, më dha këtë mirë, më dha, mos më habit tash në mas dhuratës, e më harru dhurusin. Po, kur të lyp dhurusi, ti që ma ke dhonë, qështu shte, e japi edhe pasurinë edhe diturinë. Është për më mor lakmi këtyne njerëzve me xhelozu, për arsye se për ta luten me laçet dhe gjitha krijesat. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, hadith vërtet, nuk ka ditë që zgjohem në mëngjes, përveç se një me laçe lutet o Zot, kush japi. Japi zavendësoja me të mirë ato që ka dhënë. Edhe një me laçe lutet o Zot, kush nuk japi shkatërrim. Kish mos jap. Ai s'po jap, ti ke dhon, ai penol veç për veti, s'po jap tjerëve. Mos jap pastaj. E çaj që po e merr pasurinë, po jap Zoti pasurinë, edhe po shpendon tjetër, për çdo ditë me laçja lutet për ta o Zot, kush japi, domethënë në rrok me lutja me laçe. A nuk është me xhelozu dikan? E më mor lakmi se vallahi për filonin luten me laçet. Ose onën tjetër, pejgamberi alayhis salam në hadith tjetër ka thonë, ai i cili mëson tjerëve hajrin, të mirën, për to lutet çakon tokë edhe në qiell. Edhe bubrecin vrimën e vet, edhe peshkun deti. Dietarët, ata njerëz të dijshëm, ata që munohen me mësu tjerë, s'është patjetër dietar as. Diçka po, apo din hajër diçka po, munohesh me mësu edhe tjerëve. Për ty luten me laçet, për ty lutet çakon tokën në qiell, edhe bubrecin vrimën e vet, edhe peshkun deti. A nuk është për mja pos lakmi ty në njerëzve?